Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. U detyruan t'ja japin Mozës, zbulojnë prapas skenat e fermës, ja këdonin fitues Arbana dhe Edi. Gazetari Elton Toza i ka zbuluar disa detaje të tjera nga prapas skenat e sezonit të fundit të fermës gjatë një lidhje live. Sipas tij, fitoria e Mimoza Ahmetit nuk ishte zgjedhja fillestare e stafit, por u ndikua nga reagimi fort i publikut ndaj saj gjatë gjithë rrugtimit në fermë. Toza i pretendon se Arbana dhe Edi u përballën me një situatë ku mbështetja e madhe që mori Moza nga publiku e bëri të pamundur një tjetër rezultat. U detyruan t'ia japin Mozës. Është shprehur gazetari duke shtuar se ajo arriti të krijojë një lidhje të menjëhershme me publikun dhe të marrë një vëmendje të madhe gjatë spektaklit. Sipas deklaratës së tij, zgjedhja e parë do të ishte një tjetër finalist. Elton Toza i tha se nëse do të varej nga preferencat e drejtuesve të formatit, fitues do të ishte Ilir Shaqiri. Moza Ahmeti u shpall fituese e edicionit të tretë të fermës, duke lënë pas në finale emra si Ilir Shaqiri, Elvis Pupa, Soni Malaj dhe DJ Bujaka. Arbana Osmani ishte moderatorja e këtij edicioni, ndërsa Eduard Grisha ishte regjisori i formatit.